Shkolla e mesme Vllazërim Bashkim Ulqin ka qelur në mjediset e rektoratit të Universitetit Luiç Gurakuqi ekspozitën Art Exhibition me punime të veçanta të nxënësve të kësaj shkolle. Kjo urëre bashkëpunimi synon që të forcojë edhe më tej marrëdhëniet mes dy vendeve tona, duke nxitur nxënësit shqiptar të shkollave në Maltëzi që të kenë zgjedhjet e tyre për studimet e larta Universitetin e Shkodrës. Ky moment le të jetë një moment ku ne të ndajmë njëri tjetrin edhe aspektet që lidhen me kurrikulën që ne ofrojmë si universitet. Dhe natyrisht do ishte ndoshta një rast i volitshëm, meqense se këtu kam edhe kolegë dhe pedagog, pra dhe drejtuesit të departamentit arteve, të zbërthejmë me tej se çfarë ne ofrojmë dhe ajo që mua pastaj dhe besoj edhe ekipin ton, por edhe ju do të na gëzonte pa mas, do ishte që ne të shtonim prezencën e nxënësve, pra nesër student nga Ulqini, nga Tuzi, nga Kosova po e po, në universitetin tonë, veçanërisht në departamentin e arteve. Dhe duke pas parasysh traditën e qytetit Shkodrës, që besoj pa modesti s'ka nevojë për koment, kualitetin e pedagogëve të departamentit e arteve që ne kemi dhe punën e madhe që bajnë këto pedagogë, që për hir vërtet si kanë dhënë një fytyrë të vërtet, po them perëndimore këtij universiteti, unë do doja që universiteti jon, departamenti i arteve, mundësisht ishte zgjedhje e parë për nxënësit tuaj. Vazhdimisht kemi kontakte dhe marrëdhënie të ngushta me Shkodrën, ndërsa me Universitetin Luiç Gurakuqi na lidhin vite të tëra bashkëpunimi në aspektin e arsimimit të gjeneratave të tëra të profesorëve që ndoshta tani janë edhe në punë në gjimnazin tonë, cilët e kanë kryer shkollën, e kanë kryer fakultetin në këtë universitet. Me këtë rast një falënderim i madh për rektorin Tonin Xhuraj dhe bashkëpunëtorët e tij, Rubinin, Ismetin, Rozafën, të cilët na kanë mundësuar sot të realizojmë një program të tillë në ambientet e këtij universiteti. Ne siç e shihni kemi prezantuar rreth 35 punime artistike të nxënësve tanë. Ne kemi klubin e talenteve të rinj nga fusha e artit, të cilët punojnë dhe janë mjaft të talentuar dhe ne sot kanë rastin që punimet e tyre ti prezantojnë këtu. Mes qyteteve tona ekziston një traditë shumë e hershme e bashkëpunimit në shumë rrafshe kulturore, ekonomike e magjan. Shpresoj që sot ne hapim një kapitull të ri në thellimin e këtyre marrëdhënieve, duke mirëprit një ekspozitë dhe njëkohësisht edhe një koncert nga Shkolla e Mesme e Ulqinit. Besoj që ky të jetë vetëm hapi i parë i një bashkëpunimit afatgjat mes institucioneve tona, pra mes Universitetit Luiç Gurakuqi dhe Shkollës Mesme e Ulqinit. Ekspozita u pasua edhe me një koncert nga kori i shkollës, duke sjellë një atmosferë frymëzuese të bashkëpunimit kulturor.